Duhet parë nga ana gjeostrategjike, qoftë edhe nga aleancat e Euro-Atlantike, por edhe Bashkimi Evropian, sepse siç dihet tashmë një të madhe Amerika e ka në mesdhe, ku ashtu edhe mbrëm kanë nxjerrë anijën e dytë për të shkuar drejt Iranit, pra mund të kemi një luftë atje ku pritet në patjetër që të kemi, dhe një konfrontim mes antarëve të NATO, pra siç është Turqia dhe Greqia, ku në fakt të dyja janë në rajon dhe janë shumë të rëndësishme, qoftë nga ana e informacionit, inteligjencës për Amerikën dhe për NATO-n, por ashtu edhe për Bashkimin Evropian, kështu që mund besoj që dikun edhe me dëshirën apo edhe me urdhën e Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, këto dy shtete janë që ullë në bëni muhabet mes njëri tjetrit, të rregullojnë ata problemet dhe mos na nxjerrni probleme ku tashmë kemi shumë probleme. Sa e vështirë është që Turqia dhe Greqia të zgjidhin ato mosmarrëveshje që kanë përshtypjen mbeten vetëm sa i përket shelfit kontinental, pra ndarjes kufirit, po e them më thjesht, në det. Ndërkohë që siç e shohim në marrëdhëniet ekonomike, të biznesit, të shkëmbimit, duket se të dy vendet nuk është se kanë ndonjë shqetësim, përkundrazi. Esmeralda, problemet që kanë të sheftit kontinental të marrëdhënieve të ujërat të detit, të përdorimin e ekonomisë në detin apo në mesdhe, në fakt jo vetëm thjesht në detin e Egje, këta janë probleme që me të vërtetë edhe pyetja juaj është pyetje shumë e vështirë, pra është një pyetje për studentët kur vetëm pyetet dhe nuk ka përgjigje, sepse me sa duket Esmeralda nuk janë gati as Ankaraja dhe as Athina që të zgjedhin këto probleme. Janë thjesht vetëm për negociata, janë thjesht vetëm për ashtu, sepse nga ana ekonomike në të dy anët kanë nevojë, të dy anët kanë probleme jetike, ekonomike. Turqia ende vazhdon me problemet e krizës të 2008-s, po ashtu edhe Turqia, domethënë të fatet të vitet e fundit ka probleme jetike, pra janë probleme që krijojnë shumë probleme edhe sociale, dhe ekonomike, kështu që nga disa anë, domethënë edhe presidenti zoti Erdogan, por edhe kryeministri zoti Mitsotakis thotë që ne të flasim për ato që i kemi në të zgjedhme, pra domethënë për të tjera do të lëmë të drejtës në kombëtar. Dhe për shefin kontinental, për marrëdhëniet për vijën kufitare të detit, pra të ishujve të aty, Greqia nuk e don aplikimin e Lozanës, por kërkon një gjë tjetër dhe thotë që do ta zgjedhim thotë me të drejtën në kombëtare. Pra atë që i pa thënë edhe zoti Ramës Greqia që okay, ne shkojmë masonet te Venecia apo të drejta ndërkombëtare. Kështu që problemet që janë, domethënë nuk janë folur edhe për të zgjedhur. Në fakt vetëm për të treguar, domethënë vetë popujve të tyre, ku tashmë të paktën këtë vit nuk kanë zgjedhur as Greqia as Turqia, nuk është se do të kenë një konsum shumë të rëndësishëm për të mrenshëm, por ato zgjedhën ato gjërat jetike, ishte Kipra një ndër bisedimet, një ndër temat e nxehta në ashtu dhe Mitsotakis, por ashtu edhe Erdogani thanë që po tashmë ne kemi të drejtën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të Kombeve të Bashkuara, ato kanë thënë që do të bëjmë negociata përsëri që të kemi një zgjedhje me dy shtete, në Kipër, Greqia don Kiprën totalisht të vetën, Turqia don atë pjesën e vet, por çfarë do të Kombet e Bashkuara. Kurse për ajo tema më nxehtë që është rrahur në fakt edhe ditën e djeshme apo që tha edhe Mitsotakis në proncim për media, por nuk pranuar as i pyetje nga që të bëjnë kolegët tanë Esmeralda, që ishte shumë interesante, por edhe për Gazën thanë që po ne totalisht jemi me mendimet e zotit Erdogan, është e pafalshme domethënë ato krimet që po bëhen në Gaza, për ne janë shumë të rëndësishme, sepse ne jemi me Europën dhe ne jemi të drejtat e njeriut, të gjitha ato i përmendi Mitsotakis, dhe ne përkrajmë Turqinë dhe vetmja armë e Gazas dhe e muslimanëve të Gazas dhe e hebrejve të Izraelit është një zgjedhje me dy shtete, pra Palestina dhe ashtu këtu ishin të kurse për çështjen e minoriteteve, Esmeralda, që ka minoritete turke, siç quhen Turqia në Greqi, pra janë dhe marrëveshjen e Lozanës në 1923, ku atje nuk përmendet etni fare, as në Turqi, domethënë etnia greke, jo, por etni ortodokse në Turqi, kurse në Greqi janë etni muslimane, pra nuk janë ato shqiptar apo turq apo të tjerë. Turqia do që ta ketë emrin grek apo turk, por edhe ato thotë siç jemi dhe ne jemi në përputhshmëri totalisht me të drejtat e njeriut dhe me konventin e Bashkimit Evropian. Pra nuk po ja ham hakun turqëve tuaj apo muslimanëve tuaj në Greqi ta. Kështu
Po ato problemet etike Smeralda nuk janë për të zgjedhur fare, por kanë interesa reciprok dhe ekonomik të dyja dhe do të rrisin edhe progresin në biznes, në investime dhe gjithashtu Greqia është shumë e rëndësishme për Turqinë, por edhe Turqia është shumë e rëndësishme për ashtu. Kurse e pjesa tjetër e Smeraldi që duket me të vërtet marrëveshjet që ka bërë Greqia me Izraelin dhe Kiprën, që duket që Greqia është mbutur shumë dhe me sa duket edhe Atina dhe duke parë edhe opozitën me Greqinë, domethënë që kanë fajsuar totalisht dhe për ditë Mitsotakis i cili po bën marrëveshje me hebrejt të cilët e kanë djegur gjithë zonën dhe zaten edhe nga ana historike, shteti grek ka qenë gjithmonë kundra hebrejve, domethënë ka përkrahur edhe Hitlerin dhe ka qenë kundra hebrejve gjithmonë dhe kështu që duket që edhe Mitsotakis ka bërë një gabim në nxitjen e marrëveshjes Benjamin Netanyahu. Duket që është shprehur edhe në ndoshta edhe këtu kanë ndërhyrë amerikanët, se amerikanët nuk është se duan vetëm Turqinë, apo jo? Kështu që nëse ndërhyjnë që Greqia të afrohet me Turqinë, më përpara ndërhyjnë që Greqia të afrohet me Izraelin. Po Erdogan tha gjë për këtë çështje? Amerika Smeralda të krijon mikun, të krijon armikun, të krijon mikun e armikut dhe armikun e mikut. Po ky është avantazhi i fortit Sokol, s'ke çfarë bën, kështu që do t'i përshtatesh. Patjetër dhe këto janë të kënaqur, domethënë edhe Turqia dhe Greqia janë shumë të kënaqur nga kjo misi e Amerikës, mund ta quajmë urdhër e Amerikës në fakt Smeralda. Jo, Erdogani nuk bëri pyetje sepse ka pas probleme shumë të mëdha. Interesante Smeralda që di që komshia që në gjoja i në hasmëri të madhe, kemi pas probleme shumë, kemi heq dy ministra, kanë dy ministra të ri, kanë dhënë denime. Do të të pyes edhe për këtë, se edhe ai sherri në parlament? Jo, nuk është shprehur Erdogani donte një atmosferë të mirë, një atmosferë romantike, sipas komshillekut që kemi, domethënë. Ne këtë dhe me sa duket ja kanë arritur në Ankara, deri kur kanë arritur kjo qetësi dhe kjo dashuri romantike Smeralda deri kur të kenë para zgjedhjeve, pastaj para zgjedhjeve ja fillojnë në Greqia, këtë Turqia, po lështojnë. Ato janë për qëllime elektorale, kështu që këto i njohim shumë mirë. Mirë, çfarë po ndodh me qeverinë e Erdogan, pse duhej të bënte këto ndryshime në qeveri dhe pse pati atë shpërthim në parlament?